Policia e shtetit e kreu detyrën e saj më së miri dhe me përpikmëri. Dua të jem e qartë kur them që policia e shtetit nuk ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Ajo që ndodhi ishte që policia u përball me dhunë. Gjatë tubimit të thirrur nga opozita, punojësit e policisë shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar të gjithë, u sulmuan me molotov, me lëndë piroteknike dhe sende të forta në zemër të kryeqytetit para institucioneve publike të rëndësishme. Dhe si pasojë e këtyre akteve, pati dhe lëndim, 11 punonjës policie u lënduan dhe u trajtuan pranë strukturave spitalore. Policia e shtetit ka vepruar në përmbajtje të plot të rregullave, të ligjit, të standardeve, të profesionalizmit, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndalimin e dhunës dhe për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, dhe vetëm pasi këto thirrje u shpërfillën dhe rreziku për jetën e punonjësve të policisë u bë evident, atëherë institucionet dhe qytetarët gjithashtu ndihen të kërcënuar në këtë situatë, u ndërmorën masa për shpërndarjen e turmës sipas parashikimeve ligjore dhe procedurave standarde operacionale.